Ndërruar kryetar i arshëm, i tashëm, i pasarshëm e deri në pension kryetar inshallah i komunës Tetovës. Ndërruara deputete Mimoza Musa, ndërruar shef i shtabit Besar Durmishi, zëvendës ministër Sedat Sulejmani, të ndërruar kandidat për këshilltar, sonte këtu është tjetë edhe kandidatja e Shqipovicës për këshilltare në Zliet e Miri, po për fat keq kish një rast vdekje dhe duhet shpreh për këtu në kushlimet më të sinqerta. Të ndëruar banor të Shqipovicës, Brodecit, Veshallës, Bozocës, banor të Lisecit, banor të Gajrës. Vitin 2021, e thash edhe dikun tjetër, ishte pak më e rëndë të bëhet zgjedhja për kryetar të arshëm të komunës, sepse me të drejtë, si ju edhe banorët e gjithë Tetovës, ndoshta mendonin se edhe Bilal Kasami do të trasoj rrugën e udhëheqësisë paraprake. Sot, 4 vite më vonë, po shohim një shembull krejt ndryshe të menaxhimit me Tetovën. Sot, pas 4 viteve, ne kemi një kryetar që komunën e ka hap për qytetarët, komunën e ka fut në punë, ka bërë një administratë funksionale. Tetova është shndruar në një kantier ndërtimi, në Malsi po investohet, në Tetovë po asfaltohet gjithkund dhe në gjitha sferat është përparuar. 4 vite të mandatit që lam prapa ishin një periudhë e tranzicionit. Në njërin anë, ne u shkëputëm nga një regjim 20 vjeçar, u shkëputëm nga ata që mbanin peng Tetovën, nga ana tjetër hudhëm themelet e para të zhvillimit. Por kjo nuk ishte e lehtë. Bilal Kasami mori komunën me 24 milion euro borxh. Ai edhe uli borxhin, edhe punoi për Tetovën. Ai edhe uli borxhin edhe u përkushtua për malsinë e Sharit, ndërsa kemi një kundërkandidat, kemi palën tjetër kundërshtare, që gjithmonë duam të gjejnë ndonjë arsye për të sulmu, për të shpif, për të akuzu, sepse nuk mund ku t'i gjejnë, nuk mund ku t'kapën dikun të keq pasi shohin punët e bëra për Tetovën. Ata njëherë mundohen të përdorin sloganin s'na duhet asfalt, rrime dhe n'lloq, po jo nuk është kështu, se dhe rrugët e asfaltume, rrugët e rregullume janë dignitet për ne. Sallat e sportit janë ardhmëri për rinin ton, shkollat e reja janë ardhmëria jonë. Pastaj mundohen që nëpërmjet një antishqiptari si Dimitar Apasjevi të vinë këtu dhe të alshojnë ka Maqedon dhe të thujnë se Bilal Kasami është anti-Maqedon si më i madh, mos o vetoni atë, se u kanë ngel shpresat vetëm te votat e Maqedonëve, se prej votat shqiptarëve i kanë larë duart, se shqiptarët nuk mund zgjedhin opsion tjetër përveç Bilal Kasamit. Edhe kjo u dështoj. Vinë këtu në malsinë e Sharit duke përmend Malsia heroike vazhdimisht 20 vite dhe duke mos bë asgjë për Malsinë. Po, Malsia është heroike duke bë investim 1 milion euro për rrugën për në Vic. Malsia është heroike duke rregullu rrugët e fshatit Shqipovicë. Malsia është heroike duke rregullu rrugën kryesore të fshatit Lisec, rrugën për në Veshallë e shumë investime tjera që Bilal Kasami ka bë për Malsinë me gjithë këto probleme që ka pat në funksionimin e komunës dhe shumë projekte po na presin në mandatin e radhës si rruga Tetov Prizren, teleferiku e shumë gjëra tjera. Por mos e zgjat më shumë. Të nderuar banor të Malsisë, me 90 tetor ne kemi 2 opsione. Njëri opsion është për ta çuar zhvillimin e Tetovës përpara dhe njëri opsion është për t'u kthy prapa në kohën e të utarifit, në kohën e udhëheqësisë paraprake. Prandaj, për të pat një ndërgjegje të pastër, për që ne dhe për 4 vite rehat në ndërgjegjen tonë se kemi vetu një kryetar që i përkushtohet Tetovës, e don Tetovën dhe punon për Tetovën, duhet votojmë numrin 7. Duhet votojmë numrin 7 edhe për kryetar komune, edhe për listën e këshillit komunal, që bashkë me një shumicë stabile, bashkë me Bilal Kasami në kryet komunës, t'i hapim kapitullin e 2 Tetovës, t'i hapim kapitullin e 2 Malsisë së Sharit dhe t'i hapim hovë zhvillimit. Ju falenderoj.